إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai xhalla shanu. Salamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit do flasim për një ibadet që është shumë i rëndësishëm për jetën tonë. Mirë po ja që është një temë tabu në shumë prej vendeve tona për shkak të ndjeshmërisë dhe intimitetit që ka kjo temë. Mirë po neve si musliman duhet që t'i shpjegojmë gjanat në mënyrë që dalmi para Zotit, sa më mirë që t'jetë e mundur për arsye se Allahu xhalla wa ala nuk turprohet prej të vërtetës, ashtu siç ka në hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do flasim për papastërtinë e madhe apo dispozitat rreth gjunullakut, të dashur vëllezër besimtar. Për arsye se papastërtia në Islam dohet në dy lloje: papastërti e vogël, e cila është me kryer nevoja fiziologjike, e që pastaj pastrimi prej saj bëhet duke marrë abdes dhe duke fillu pastaj me adhurime tjera. Papastërtia e madhe apo gjunullaku, të dashur vëllezër, dhe dispozitat e saj në Islam janë të rëndësishme, për arsye se Allahu xhalla wa ala thotë: "Wa in kuntum junuban fatahharu", nëse jeni të papastër pra junub, fatahharu, pastrohuni. Të dashur vëllezër, kur obligohet pastërtia prej papastërtisë së madhe? Kur obligohet? Kur themi kur obligohet, është wajib, është obligativ, është farz. Që s'bën pa u kryer kjo punë. Obligohet dashur vëllezër kur bëhet dalja e spermës, qoftë në gjumë, qoftë zgjuar, te mashkull apo te femra. Obligohet pastaj pastërtia e tërë trupit. Dikush thotë ç'është hoxha dha këto tema në xhamia, po do të më shpjegoj. Për dikon janë përsëritje, për dikon janë mësime të reja, për dikon janë dispozita disa të reja, kësaj ne e kompletojmë njëri tjetrin në mënyrë që të vazhdojmë rrugtimin tonë drejt Zotit. Pra dalja e farës së burrit, spermës, të mashkull apo të femra, në gjumë apo jashtë gjumit, duke qenë zgjuar, e obligon marrjen e guslit, e obligon pastërtinë komplet trupin. E para, e dyta, kur njeriu kryen marrëdhënie intime, e ka obligim marrjen e guslit, pastërtinë e tërë trupit. Kryer të marrëdhëniet intime, pastaj ka në hadith që në qoftë se afrohen të dy organet mes veti dhe preken, edhe në qoftë se zvazhdohet me tutje, e ka obligim marrjen e guslit dhe pastërtinë, edhe në qoftë se nuk del, domethënë s'mena tek mashkulli ose te femra. E ka obligim pastërtinë e tërë trupit. Pastaj e treta me radhë, e cila e obligon marrjen e guslit dhe pastërtinë e madhe, është kur njeriu futet në Islam. Kur një njeri dëshiron me pranu Islamin, atëherë i obligohet marrja e guslit dhe pastërtia e tërë trupit të tij. Don me thonë shahadit edhe me u fut në Islam. Për arsye se, domethënë, ata nuk dinë çka është pastërtia e madhe dhe pastërtia e vogël. E katërta me radhë, kur pastrohet gruaja nga ose femra nga cikli menstrual ose nga lehonia, i obligohet pastrimi general i tërë trupit, sepse pejgamberi i Zotit i thot Aishës gruas së tij: "Idha aqbalat al-haydha fada'i as-salata wa idha adbarat faghtasili wa salli." Do të thotë vjen cikli menstrual mujor, fada'i as-salata, mos u fal sepse ki haram. Derisa të largohet, kur të largohet, faghsili, e ki obligim me marrë gusl dhe me u pastru, fa salli, dhe pastaj fale namazin. Dhe e pesta me radhë, kur vdes muslimani, kur vdes muslimani,
e kem obligim ne të gjallët që me i marë gusëll ati dhe me pastru gjonazën. Dhe me e qute Zoti Xhallahu Ala të pastër. Çka i ndalohet njeriu kur është i papastër? Çka i ndalohet? Në qoftë se nuk pastrohet më njerë. Janë rregulla që duhet me i ditë muslimani. Është klasa e parë, po që duhet me e ditë patjetër. I ndalohet dashur vëllezër namazi. Nuk lejohet kurse futja në namaz duke qenë xhunub. Edhe nëse harron, njeriu largohet prej namazit dhe shkon pastrohet dhe pastaj vazhdon namazin e tij. E dyta, tavafi rreth Shabës, nuk lejohet, është haram. Që për njeriu është i papastër. Qëndrimi në xhami nuk i lejohet besimtarit, duke qenë i papastër, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inni la ahillu al-masjida li ha'idin wala li junubin." Nuk e kanë halal qëndrimin në xhami, thotë Rasulullah, gruaja e cila është me të përmojshmet e saj dhe burri ose njeriu i cili është xhunub, është i papastër. Nuk i lejohet qëndrimi në xhami. E katërta, nuk i lejohet prekja e mushafit, Kur'anit famlar, nuk i lejohet prekja e tij. Sepse Allahu Xhallahu Ala thot: "La yamassuhu illa al-mutahharun." Nuk i lejohet prekja e Kur'anit vetëm njeriu të pastër. Vetëm njeriu të pastër. Prekja e mushafit. E gjashta më radhë ose e pesta më radhë, nuk i lejohet leximi i Kur'anit përmendsh. Nuk i lejohet leximi i Kur'anit përmendsh. As me lexu nuk lejohet kur njeriu është i papastër. Sepse thonë familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Kana yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba." Ka qenë dhe ne ka lexu Kur'anin gjithmonë, përveç se kur ka qenë i papastër, nuk ka dalë nga goja e tij fjala Allahu xhalla shanu. Gjitha këto dispozita, si më u pastrua tër kjo temë është kjo, si më u pastru dashur. Si më pastru. A mjafton vetëm më u fut në dush edhe me bani dush? Jo, s'mjafton. S'mjafton. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar dispozitat e pastrimit. E që këtu shpesh ngecin besimtarët fatkeqësisht. E para dashur vëllezër, duhet me bën jetë. Nuk futet njeriu vetëm në dush dhe kaq me u kry puna. Duhet me bën jetë me zemër, me dal, me u pastru nga xhenovllok, nga papastërtia e madhe. E bën jetën me zemër. Pastaj, lahen durt deri te kyçet. Pastaj, lahen dhe pastron organet gjinitale me dorën e majt. Pastaj, me dorën e djathtë futet ujin në gojë 3 herë dhe në hund 3 herë. Dhe pastaj pastrohet i tërë trupi. Kjo është mënyra e parë. Pra, me bën jetë, me pastru durt, me pastru organet gjinitale, me fut ujin në gojë dhe në hund 3 herë, edhe pastaj me pastru tërë trupin me ujë. Mënyra e dytë, dhe në fund me marr abdes. Në fund me marr abdes dhe me dal me abdes prej banjës. Mënyra e dytë është me bën jetë, me pastru duart, me pastru organet intime me ujë dhe me dorën e majt, pastaj me marr abdes. Pastaj me marr abdes komplet, me fut ujë në gojë, në hund, me lagjë ty që shmiret abdesi, dhe pastaj me pastru tërë trupin tënd dhe timin, edhe pastaj me dal për banjës me abdes. S'ka nevojë me marr abdes. Kjo është mënyra se si njeriu pastrohet nga xhenovllokët dashur vëllezër. Dilet nga papastërtia e madhe. Sepse fatkeqësisht, wallahi, pse e kam zgjedh këtë temë? Sepse ka njerëz kur bisedoni ka 50 vjet nuk din çka është gusli. Nuk din që duhet me u pastru. Nuk din që duhet me u pastru pas kryerjes së marrëdhënieve intime. Rrin xhunup të kohën. Me një vend që rrin njeriu xhunup s'hyn me lajket e Zotit. Kur s'hyn me lajket e Zotit, s'ka bereqet. Kur s'ka bereqet, s'ka rahmet, s'ka mëshirë Zotit. Ka çedere, ka bela, sepse aty në shejtanat. Unë besoj që ju krejt e dini këtë çështje. Po pse kam zgjedhur si temë në mënyrë që neve ta ndihmojmë njëri tjetrin. Kur ktheheni te shtëpia, më ju tregu atyre që nuk janë të xhamis, më ju tregu familjarëve, më ju tregu njerëzve që i keni në shtëpi, rrethet të ngushtë të gjën. Mos ju vin marrë nga e vërteta. Me mësu fëmijët tanë, me mësu që janë në adoleshencë, me mësu rinin tonë. Se si dilen nga papastërtia e madhe, se si duhet me urujt muslimani, se si duhet me ndjetë që me lajket prezentojnë kë njeriu është i pastër, e kështu me radhë. Gjitha këto dispozitat të dashur vëllezër, janë shumë të thjeshta, janë të klasës së parë në Islam,
Mirë po ja që neve nga njëherë mirë me temat mëdhaja, ndërsa neve nuk e kem kalu ende klasën e parë në mënyrë që pastaj dalmi secili prej neve me aq sa dim nga kjo botë faqebar duke lutur Allahun që ti mësojmë këto dispozita dashur vëllezër, ti përvetsojmë ato, ti praktikojmë ato, ti ja mësojmë edhe të tjerëve, sepse vallahi ti më u bë shkak që dikujt më mësu si mirët gusli, si pastrohet nga papastërtia e madhe, si mirët abdesi, kjo për ty është mjafton. E ke nxjerr njeriu nga një papastërti që ka jetuar ndoshta me to. Elusmi Allahun xhalla wa ala që të na mësoj mësimin e dispozitave të fesë Zotit xhalla shanuhu, na mësoj që spari ta pastrojmë zemrën nga brenda, nga shirku, nga politeizmi, nga gjërat e dyta, pastaj ta mësoj ta pastrojmë edhe trupin nga gjërat e dyta të jashtme dhe dalmi faqebar para Zotit, duke qenë të pastër në brendësinë tonë me tauhid, me njohuri, dhe duke qenë të pastër në trupin tonë të jashtëm, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.